Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 1 tetor të 2025-s. Ditë të mbarë, muaj të mbarë, do jetë i mbarë s'ka ku të vej, sepse edhe ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë, na jep mundësi. Si ditë e mërkur që është, sepse kjo ditë e mërkur na jep mundësi dhe rëndësi në çështje të mëdha që neve kemi dhe duam të realizojmë. Duket se kemi ndikimin e hënës së shenjë e ujorit, kemi diellin në peshore, ku pikërisht është edhe mundësia i 10-3 të shenjës së peshores, kur ka një mundësi të artë në fushën e karrierës së tyre dhe në fushën e biznesit, sepse lidhet shumë me biznesin, por gjithashtu ka të bëjnë edhe 10-2, sepse fillimi 10-2 të datës 1 u jep mundësi dhe çështje shumë të rëndësishme në fushën e karrierës. Shumë me fat duket se kanë të bëjnë të shenjës së ujorit, të shenjës së peshores, të shenjës së Akrepit dhe ndikimi më i mirë sepse Marsi është shenja e Akrepit, por kemi edhe Jupiterin në Gafore, ku na jep mundësi edhe çështje të mëdha që do të ndikojnë, do të diktojnë tani tutje. Ajo që do duket në plan parë është mundësia që nga dreka duket se kemi një mundësi shumë të mirë për të bërë biseda të rëndësishme me njerëzit që neve na interesojnë. Edhe pse ka pasur disa keq kuptime, keq interpretime në fushën e biznesit, por këto do të zgjidhen. Këto shenja që fola pak më lart janë me shumë fat dhe mundësit janë të mëdha për të përfituar në këtë drejtim. Edhe pse ndikimet të ndryshme që kanë bënë nga ora 9 deri në orën 13 është një orë shumë e mirë kjo për marrjen e vendimeve të rëndësishme në çështjet e karrierës suaj, por dhe një çështje e lënë pezull dikur duket se zgjidhet direkt në këto orare.